Se më përpara ndonjëri për jush ka bërë reklama thjesht për të pasur një kështu informacion ose një indicje? Vetëm në Instagram. Si? Vetëm Instagram kam bërë. Me butonin që ke shtypur buz. Po. Okej. Dikush Por tjetër? e kam krijuar edhe pjesën e asaj që krijo audiencën e synuar. Këto i kam bërë si kështu. E si mund të quhem në termat tuaja. Po. Pjesa e Edhe trajtimit. Janë të gatshme gjithmonë kur bëj të tjera, por vetëm nga Instagrami. Okej. Tatjana, çfarë ndryshimi ka kur hapim një për shembull një Instagram si biznes, si faqe biznesi dhe si personal? Ka ndonjë ndryshim apo thjesht e zgjedh që në fillim atë si ta bën? Ka ndryshim sepse nëse e ke personale nuk të nxjerr as statistika, as gjëra, nuk shikon dot, domethënë nuk e studion dot, ndërsa me biznes ke mundësi që të shohësh gjitha. Kesh pjesën e insight-eve, kesh sa përqind të ndjekin kontentin, çfarë kontenti pëlqen nga faqja jote, çfarë moshe, kategorie, gjithë ato gjëra që ne diskutojmë i ka kur e ke faqen publike dhe biznes. Ndërsa kur e ke personale, në hap në fillim ti tregon vetë hapat, ajo që ta hapësh faqe biznesi apo jo? E ke që e zgjedh, po edhe nëse ke hapur ose e ke personale, mund ta kthesh biznes ose creator ose mund ta ndryshosh edhe gjatë rrugës, nuk ka problem. Vetëm këtu kemi parasysh me TikTokun, nga eksperienca se shumë bizneset e bëjnë shumë gabim që e hapin TikTokun si biznes. Po këtu në Shqipëri nuk funksionon akoma, nuk bën dot as reklama nëpërmjet TikTokut akoma. Dhe pjesa e biznes ju heq shumë mundësi për të bërë videot me këngët me këto virale. Domethënë kur e hapni TikTokun si biznes, nuk keni as trendet, as këngë që janë virale dhe që mund t'i merrni. Janë vetëm disa këngë që janë shumë, domethënë nuk përshtaten ndoshta fare me profilin e biznesit tuaj. Ndërsa në Instagram është mirë ta bëni direkt në TikTok mos bëni gabim. Se kam provuar edhe shumë biznese dhe kanë dalë të shgënjur sepse hiqet mundësia e këngëve dhe këtyre gjërave tjera që ju thash. Mund ta kthej tani unë nga biznes sepse unë e kam bërë këtë gjë. TikTokun? Po. E di që është një opsion, të e rikthem prapë ashtu siç e kishte më përpara. E kuptoj, po edhe një pyetje të lutem. Kur Instagrami është biznes, gjithmonë është publik, nuk ka shanse të jetë privat? Sepse po. Sepse private, domethënë nuk ke fare asnjë këto insights, nuk ke që njerëzit të shohin, e ke të mbyllur dhe duhet bëjnë follow, duhet i parosh ti follow që pastaj ata të ndjekin. Po, ata kanë personal, nuk e kanë publike, nuk e kanë biznes. Edhe ka ndonjë pyetje tjetër? Edhe një pyetje sa më shkurt të lutem. Nëse ne punojmë si freelance, duhet i hapim të gjitha hapet, Pinterest, këto, LinkedIn, gjitha? Atëherë, si freelancer njëherë varet në çfarë profili do punosh. Nëse do punosh si social media, duhet i kesh patjetër sepse ke punë të përditshme që ti merr informacion nga gjitha këto rrjete sociale, se ti nëse nuk je në Instagram për të parë trendet, çfarë po bëjnë tjerë, çfarë po bëjnë konkurrentët. Më kupton? Edhe në TikTok e njëjta gjë. Do të jesh shumë do të jesh gjatë kohës, unë jam gjatë kohës në telefon për të parë trendet, gjërat, çfarë doli një video e re, çfarë mund bëj nga që kam dhe biznese të ndryshme, do të jesh gjatë kohës e updateuar. Do me të freelance është social media management, po tjetër? Freelance përfshin social media management edhe diçka tjetër? Tani, freelance, që ta keni parasysh të bëjë një hyrje kështu se edhe pse është byrore të ideja është freelancer mund të futesh me profesione të ndryshme. Ne këtu po mësojmë për social media dhe ideja është që ju të bëni për social media, por nëse ti je shumë e mirë në pjesën e financave, mund të jesh si financiere atje, sepse Upworku dhe Fiverr japin mundësi jo vetëm për social media, por për çfarë do lloj pune që ti të bëhesh pjesë. Ne këtu jemi për social media, por ke parasysh si ide si gjë, është për çfarë do lloj fushë që ti je adapte ose e di dhe e ke shumë mirë tënde. Okej, për shembull, nëse do marr rastin e social media manager në Fiverr për momentin, është pak, domethënë, duhet shumë kohë që të futesh si treg sepse janë bërë të gjithë. Ka shumë treg, janë fut indianët që bëjnë postime me 5 euro, bëjnë diku tek 20 postime me 5 euro. Domethënë që e kanë fisha të tregut, ndërsa në Upwork janë më profesionale dhe ke mundësi akoma. Por edhe kur futesh në Fiverr, edhe në Upwork, që do shpjegohet 2 orët e fundit, është do të bësh një studi, të hysh, të kërkosh si kanë të tjerë, të mos përdorësh ndoshta termin social media manager sepse është shumë i konsumuar, mund përdorësh content creator, do të thënë varet nga
studimi që bën dhe aty ku je ti më mirë. Sepse janë shumë njerëz që thonë, po, do hap Fiverr në Upworkun, do bëjmë social media manager, po ndoshta ti nuk je perfekcionuar ose nuk e di shumë mirë gjithë pjesën e social media dhe mund të jesh vetëm te pjesa e graphic designit ose mund të jesh vetëm te krijimi i kontentit, sepse social media manager përfshin pjesën e krijimit të kontentit, pjesën e Canvas, domethënë dizainimit të kontentit, edhe pjesën e production që ti e nxjerr dhe e poston. Domethënë të profesionit, domethënë që ata që janë fushët i din shumë mirë dhe ka kuptuar gjatë rrugës, ato që s'janë është mirë që të dinë paraprakisht që të dinë ku të shkojnë edhe ku të investojnë. Tatiana, ne kemi përmendur këto Canva, Pixabay, ChatGPT e të gjitha këto. Mund na jepni sa më shumë emra apo linke në fund apo ku di unë që të ne ti shikojmë edhe vetë? Po, patjetër, unë kam një toolkit që janë të gjitha aplikacionet dhe gjëra që përdorin të social media managers, që kështu thjesht më kujto se më shkruaj në privat që ta bëj share. Do të shkruaj në fund të kursit në privat. Faleminderit. Okej. Faleminderit. Atëherë, tani besoj që të vazhdojmë shpejt e shpejt me pjesën se po na kalon koha. Tek pjesa e Meta Business Suite, Business Manager. Atëherë, nga besoj se dini të gjithë që të hyni këtu? Pyetja e parë? Po, Meta Business Suite është edhe si aplikacion që është shkarkon në telefon, edhe nga Facebooku direkt kalon këtu. Po, shkarkojeni, po, Meta Business Suite. E gjeni në të dyja versionet, edhe ato që kanë iPhone edhe ato që kanë Samsung. Okej. Nuk e di për pjesën, e dini se si të hyni tek kjo, domethënë jeni të qartë tek kjo pjesa e Meta Business Suite? Mjafton të keni një faqe Facebooku, një account, dhe ta lidhni, domethënë të hyni të logoheni edhe te Meta Business Suite. Nuk është se ka ndonjë gjë të vështirë. Ose tek Google-i, mjafton të shkruani Business Manager ose Meta Business Suite edhe del. Logohesh, pastaj kollaj, domethënë ja. Ne kemi hyrë me Facebook-un. Nëse dua të dal dhe hyj me një Facebook tjetër. Domethënë kjo është ideja, mjafton të kesh një faqe Facebooku dhe pastaj është shumë kollaj që të hysh. Nëse dikush po e provon, më thoni. Jo, personale, nuk ka të bëj. Dhe mjafton nëse ke një faqe Facebooku, direkt bëhet kjo ndërlidhja e këtyre. Nëse dikush po e bën, po? Ajo është gjë tjetër. Okej. Tani ta shpjegoj, domethënë do përpiqem ta them shumë shkurt që ta keni të qartë. Ju si individ duhet keni gjithmonë një faqe personale. Unë Fationa kam faqen time personale. Nga Fationa unë kam hapur faqen e Kenkrit, që është biznesi agjencia ime. Ama jam bërë edhe editor e faqeve që menaxhoj. Domethënë, nëse Kristi më duket që donte për pjesën e freelancer. Kristi ka një faqe të vet personale, bën like faqet që ajo menaxhon dhe faqja që menaxhon e bën atë editor për disa dhe jep të drejtën që të bëj postime, të bëj reklama, varet domethënë tek ato kur zgjedh çfarë roli jep, te page role, se çfarë roli jep ti këtij personit. Por gjithmonë ti si Aida, ke faqen tënde personale dhe krijon faqen tënde të biznesit. Kjo është ideja. Atë page do të jetë i krijuar si faqe, domethënë biznesi nuk mund ta hapësh si gjë personale. Në fakt, unë këtë Meta Business Suite e kam në 4 faqe që menaxhoj në telefon, tek secila kam një emrin e saj, e kam krijuar si, domethënë kur unë bëj postimin, kam krijuar gjithë secili faqen e vet dhe ma ka pranuar. Domethënë nuk është se unë kam hapur me emrin tim personal, po për secilën faqe që menaxhoj ka emrin e vet. Ka emrin e vet në Meta Business Suite apo jo? Po. Okej. Por ato veçma kanë edhe Instagramin dhe Facebookun vetë. Po, Meta Business secila. E merr po pra, eksakt. Po. Tani, te Meta Business është menaxhimi i reklamave, domethënë, siç e shikoni këtu, është Meta Business dhe ne kemi është Animatrix Vision, që është Facebooku dhe Instagrami i lidhur riksaj. Këtu është një faqe tjetër, portali karrierës për shembull, që është Facebooku dhe Instagrami. Ti si Aida mund të menaxhosh biznese të ndryshme siç janë këtë rast që mund të jetë Animatrix Vision dhe portali i karrierës. E kupton? Ti ke accountin tënd tek Meta Business Suite si individ
Dhe pastaj mund të shtosh që të menaxhosh faqe të tjera siç është në këtë rast Animatrix Vision edhe portali karrierë. Këto të dyja që janë të çunave edhe të timen, domethënë nga që është pak e ngatrueshme, edhe nuk e mbaja mend kodin, nuk e kam hapur. Po këto faqet e tjera, këto faqet e tjera tani do të japin ty pasuardët e gjitha apo si funksionon? Bëhet editor, ajo është një proces tjetër, ka domethënë faza, ti më jep mua disa të drejta për atë faqe ose për të menaxhuar reklamat. Ose ti më kalon mua pagesën dhe unë e bëj komplet nëpërmjet times, ose je ti që vendos kartën tënde dhe unë e menaxhoj dhe të Këto faqe që na dalin këtu, këto faqe që na dalin këtu ne kemi rënë dakord që mund t'i menaxhojmë apo jo? Si dhe një herë të lutem? Këto faqe që dalin këtu, i kemi rënë dakord që mund t'i menaxhojmë neve. Këto të dalin shikoni këtu. Apo na dalin si opsione? Jo, këto janë ato që ne pranojmë të menaxhojmë, që i kemi të ndërlidhura me Ne kemi planuar, pastaj na dalin. Si? I kemi planuar që do t'i menaxhojmë patjetër, patjetër. Dhe kjo bëhet në Si, dhe një herë të lutem. Kjo bëhet nga Fiverr që gjenden klientët? Këto faqet? Atëherë, kjo është domethënë platforma, domethënë ti në Fiverr varet se çfarë lloj klienti merr. Mund të marrësh vetëm me menaxhu Instagramin dhe Facebookun dhe vetëm bën postimet. Nëse do e marrësh për reklama dhe ti bësh reklama, ke profilin tënd, do diskutosh me klientin që shiko, për të bërë reklama më duhen këto gjëra nga ti, ai të bën fillim editor, të jep disa të aprovon të bësh disa gjëra tek faqja e tij dhe nëse të menaxhosh reklamat, do të del nisi këto faqe që kemi këtu. Që ti aprovon dhe automatikisht pastaj lidhet me këtë dhe ty të jep të drejtën tek Meta Business Suite që ti menaxhosh këto faqe. Po si ta aprovon ti? Ai ti jep pasuardët të gjitha apo jo? Është shumë teknike si gjë, ndryshe, sepse është mënyra se si është hapur e para që asnjëherë s'është një lloj në asnjë biznes. Dhe është mënyra se si menaxhohen dhe jepen të drejtat nga Business Suite. Domethënë është ndryshe të jepen të drejtat nga Facebooku dhe menaxhimi i Facebookut, ti je editor të Facebookut dhe është ndryshe kur jepet e drejta tek Meta Business Suite. Më kuptoni? Domethënë në Facebook marrin të drejtën për të bërë postime, për të parë komentet, për të bërë skedulime etj, ndërsa në Meta Business Suite janë disa kategori të tjera, por këto janë gjëra shumë teknike dhe shihet vetëm në faqen ose është një proces tjetër, nuk është domethënë për kursin edhe për tani. Sepse ka një procedurë, mund t'ja shpjegoj se kam pasur problematika, kam kontaktuar edhe Facebookun, kemi pasur domethënë raste nga më të ndryshme, por janë gjëra shumë teknike që po marrin kohë, ka përshtypjen nga ajo çfarë ju intereson juve në përgjithësi. Sepse është mënyra si është hapur që ka shumë problematika, sepse dalin gjithë njerëzit që janë nga këto social media që thonë unë dita bëj këtë, e bëj këtë dhe nuk krijohen tamam. Meta Business Suite që jemi këtu si platformë kërkon aprovime të tjera. Facebooku kërkon aprovime të tjera. Atëherë, nëse jemi gjithë tek Meta Business Suite, që thash mjafton kemi një account Facebooku personal dhe hym këtu dhe pastaj kur pranojmë biznese të tjera na dalin në formën e tillë. Kjo është faqja kryesore, këtu ne mund të shikojmë postimet dhe gjërat që bëjmë për Facebookun dhe për Instagramin. Kur ne duam tani të krijojmë një reklam, shkojmë tek All Tools, që pa besoj, dhe kalojmë pastaj tek pjesa e Ads Manager. Po jesh të dyja që kemi aty, t'ja tregoj nga fillimi, domethënë, okay. Kjo është faqja kryesore. Besoj se gjithë po i ndiqni, e kam bërë share screen-in, besoj. Kjo është faqja kryesore e Meta Business ose për të nisur një reklam. Faqja kryesore është ndarë në 3 pjesë, që është pjesa e campaigns, që është në përgjithësi, në tërësi se për çfarë e bëjmë ne reklamët, është pjesa e set, që fillon të kushtohet dhe këtu ne zgjedhim të bëjmë, siç e shikoni këtu, të bëjmë për nëse kishim campaignin e parë, që t'ja tregoj, domethënë, kemi nutrition. Nutrition përfshin disa aspekte, që mund të jetë domethënë nutrition për pjesën e stress relief, domethënë ushqime që lidhen që ndihmojnë në lehtësimin e stressit, mund të jetë për pjesën e mental health, domethënë campaign është një fushatë e përgjithshme që ne nisim. Ecat janë mikro fushata të krijuara në qëllim të fushatës. Dhe ecat janë postimet që ne bëjmë në rrjetet sociale lidhur me këto fushata. Nuk e din nëse e kuptuat, se kjo është pak pjesë që shumë njerëz e ngatrojnë edhe për ata që nuk e dinë, thënë gjithmonë është kjo pjesa që campaigni, kjo e para, mund të përmbajë 2 adseta dhe 2 adset në tërësi mund të mbajnë 10 reklama.
Tani, Këto sa më shumë përmbajtje të kenë, aq më shumë paguën, ë? po, buxhetin e zgjedh që në fillim ti. Domethënë ja, tani po ta tregoj hapas hapi, do bëjmë një fushat hapas hapi nga fillimi deri në fund. Gjëja e parë që bëjmë do shkojmë tek create. Po për pagesën e jep vetë si opsion? Po, ja tani do ja tregoj unë, kamera. Pika e parë, besoj se e pat, klikojmë create tek butoni që ishte me jeshil. Tu ne kemi objektivat e fushatës. Çfarë ne duam të bëjmë me këtë fushatë? Qofse jemi në rastin po marr të kurseve me që morëm që në fillim. Duam që të marrim vetëm dhe për secilën nga këto, nëse ne klikojmë awareness, ju këtu anash ju shfaqen qëllimet ose çfarë bën nëse ne klikojmë awareness. Pra, nëse ne duam që të rrisim ndërgjegjësimin, do kemi reach më të lartë, që do të thotë marrim shumë views, brand awareness që njerëzit vetëm e shikojnë reklamën tënde, domethënë është vetëm te pjesa e views dhe shikimeve. Nëse duam për awareness, domethënë rritja e brandit përkthehet vetëm në shikime. Dhe pjesa e reachit. Nëse kalojmë tek qëllimi i dytë, që thotë të sillësh trafik. Nëse shikojmë këtu te pjesa e trafikut kemi klikime për linqe, kemi landing page views, domethënë që është ajo pjesa që lidhet me website-in, kemi mesazhe në Messenger që vinë nëpërmjet Facebookut, në Instagram ose në WhatsApp që ne e gjejmë. Telefonata dhe thot Instagram profile visit. Domethënë, nëse cilën nga këto qëllime që ne kemi këtu anash mund të shikojmë se çfarë bëjmë, çfarë mund të marrim nga kjo fushat. Engagement është që ne të marrim komente, like, keni parasysh domethënë që ato postime që kanë shumë komente të larta është sepse kanë zgjedhur si qëllim, si objektiv pjesën e engagement, që të kenë sa më shumë komente dhe shares. Ne duhet i punojmë gjitha këto, awareness, traffic dhe engagement, gjitha këto. Kjo varet nga, domethënë, momenti ku është biznesi. Nëse është një biznes i ri, ajo që sugjerohet është të bëj awareness, vetëm që ta shohin njerëzit që ky biznes ekziston. Nëse ti njihesh ke 5 vite ose 10 vite në treg, je xha në treg, ajo që sugjerohet është pjesa e trafikut, që të marrësh domethënë sa më shumë klikime tek linqet, ose pjesa e engagement, që të marrësh domethënë shikime dhe mesazhe. Unë më së shumti me biznese që menaxhoj, që janë diku tek domethënë 5 vjeçare që kanë një farë kohë në treg, zakonisht përdorin pjesën e engagement që të marrin direkt klikime dhe shitje. Ndërsa pastaj kjo pjesa e leads, e promotion, sales janë gjëra të tjera që janë për biznese domethënë që kanë goxha vite në treg ose që kanë aplikacione, që kanë website që i ndërlidhin. Por më së shumti çka përdoret për momentin është pjesa e engagement. Kjo ishte faza e parë që ne qartësohemi me veten. Cili është qëllimi që ne po e bëjmë këtë fushat? Duam që thjesht të njihet emri apo duam që të marrim mesazhe dhe klikime? Ne po bëjmë rastin që duam mesazhe dhe klikime. Kemi klikuar butonin këtu ku jemi dhe vazhdojmë continue. Kjo është hapi i parë. Tu thot choose the campaign setup. Kjo domethënë është që ti dëshiron që të automatizohet apo jo campaigni. Ne do të bëjmë që do e bëjmë vetë nga fillimi deri në fund dhe duam që ta bëjmë në mënyrë domethënë ti zgjedhim vetë gjithë ato, sepse tani me këto toolset dhe me gjërat e reja është tendenca që AI të jep sugjerime dhe të ofron dhe të jep lehtësira nga njëra fushatë në fushatën tjetër. Këtu tani janë campaign name, vendosim emrin e campaign. Këto janë vetëm personali, është emri i fushatës për të orientuar vetë ne. Dhe ne mund vendosim EduStation ose EduStation, po marrim një kështu sa për t'ju treguar juve si shembull, EduStation courses, course po bëj për një digital marketing course më mirë. Digital. Këto janë domethënë detaje që shërbejnë vetëm për mua si Tationa ose për ju nesër pas nesër, për t'i parë, domethënë nuk i shikon as dikush tjetër, janë thjesht për të na orientuar neve nëse do kemi shumë fushata për të menaxhuar. Digital marketing course, iku e para. Special ad categories është për pjesën e kategorive që ne të përzgjedhim kur kemi fushata siç po bëjmë tani që është për bizneset dhe kështu, nuk është se na nevojitet të zgjedhim asnjë nga këto kategori, por kur kemi të bëjmë me një rast specifik, siç ishte për shembull në rastin e fushatave politikës, unë jam të marrë dhe me ato, nuk të aprovohet nëse nuk zgjedh për shembull këtë, që është për election dhe politics. Ose nëse kemi për pjesën e real estate-it ose pjesën e sigurimeve shëndetësore, duhet të klikojmë hosting. Ose domethënë varet nga lloji i biznesit ose lloji i reklamës që ne bëjmë. Kryesisht për bizneset që ju keni dhe në tërësi përdoret nuk zgjidhet asnjë nga këto kategori. Okej? Këtë domethënë kjo kalon thjesht për ja shpjegoj si gjë se është aty. Tani vazhdojmë një pas një me detajet e kampaniit.
Këto zakonisht nuk preken, është çfarë bëm ne deri tani. Ja, kjo është, domethënë, pjesa e kampanies objektive. Në qoftë se ne ndryshojmë mendim dhe duam që ta ndryshojmë qëllimin e fushatës, direkt ne mund ta bëjmë këtu edit dhe zgjedhim brand awareness për shembull. Ose kemi shkuar në fund fushatës deri në fund, kemi gjatë gjithë kohës mundësinë që ta editojmë fushatën nga fillimi deri në fund. Domethënë nuk është se ne zgjodhëm tani dhe nuk kemi mundësi që ta editojmë më vonë. Jo, gjatë gjithë kohës ne kemi të editueshme çdo pjesë të fushatës. Nëse duam ta bëjmë awareness, mund ta ndryshojmë dhe japim pastaj save. Në rregull? Po ne për momentin do mbajmë engagement sepse jemi të interesuar që të marrim mesazhe dhe komente. Jo, këtë është shumë e vështirë ta bësh nga telefoni, unë s'e kam bërë asnjëherë realisht me telefonin. Nga telefoni është më shumë për të parë analitikat si po ecën, shikon ato sa lek po harxhon, është thjesht për të monitoruar dhe për kontrolluar. Unë asnjëherë nuk e kam përdorur aplikacionin. Me thënë drejtën, vetëm nëpërmjet kompjuterit. Kjo na çon në fund te ato promptet dhe ato që punojnë në Canva apo jo? Ja, do e shpjegoj. Do e shpjegoj hap pas hapi, do e marrësh përgjigjen rrugës, pa merak. Thash, nëse dëshirojmë që ta editojmë si gjë, mund ta editojmë dhe japim save, por në këtë rast ne duam të bëjmë engagement. Kjo është A/B test. Kjo është për reklama më të avancuara, pasi ne kemi shumë kohë që po bëjmë reklama dhe është ajo që e kam përmendur, nuk e di ose në këtë kurs ose në kurset e tjera, që kemi të njëjtin postim, po thjesht ndryshojmë shkrimin ose ndryshojmë ngjyrën. Dhe është e njëjta fushatë, janë të njëjta gjëra, thjesht bëjmë një ndryshim të vogël, këto janë A/B test. Domethënë që shikon që me një ndryshim të vogël sa rritet. Dhe besoni që vetëm një shifër ose një ngjyrë ndikojnë, por kjo bëhet në fazën mbasi kemi testuar dhe kemi kuptuar se çfarë ecën te fushatat tona. Dhe kjo pjesa është për pjesën e buxhetit që të jetë domethënë si të shpërndahet në fushatë të ndryshme. Nëse një fushatë po merr për mirë që vetë në mënyrë automatike kjo t'i japi përparësia asaj. Që mund ta bëjmë on ose mund ta lëmë off, është në varësinë tuaj, nuk është se ka të bëjë diçka ose ju ndikon tek ajo pjesa. Domethënë, nëse ju e bëni reklamën për disa ditë, është okay, dhe nëse dëshironi që ta vendosni që duhet të marrë për 5 ditë, është okay, ose nëse dëshironi ta lini këtë hapur, edhe kjo është okay. Pastaj në biznese të caktuara kam vënë re nga eksperienca se shumica e kanë, domethënë mund ta lësh edhe për 5 ditë ose mund ta lësh të hapur dhe pastaj rishikon. Në biznesin që kam menaxhuar për 9 muaj, që jam marrë vetëm në pjesën e ecave, kam parë që kur e limitoja për 3 ditë ose për 5 ditë, nuk kisha rezultate se kur e lija të hapur. Ndryshoni, por varet tash nga lloji i biznesit. Nuk është se ka të bëjë ndikon shumë, por duke testuar edhe ju vetë gjatë rrugës do e kuptoni më mirë. Unë mund të jem specialiste ose mund t'ja shpjegoj, kam punuar një farë kohë me këtë pjesë, por ju vetë me kalimin e kohës do kuptoni më mirë dhe do e dini më mirë për biznesin tuaj. Tatiana, kjo është në rastin e biznesit tonë apo kur menaxhojmë dhe faqet e huaja, se për shembull, campaign budget, nëse ti zgjedh $20 e paguan dikush tjetër, ai nëse bën reklamën në një biznesi tjetër? Atëherë, këtu $20 i paguan ai personi që ka këtë këtu, që ka Meta Business, që është regjistruar te Meta Business. Pra kjo janë gjëra detaje që diskutohen me biznesin në fillim. Ose ai të kalon pagesën ty te karta jote, ose nëse ai ka një business Meta Suite vet, të jep të dhënat e atij dhe ti hyn me të dhënat e atij, domethënë ka raste të ndryshme. Varet shumë, kjo është shumë personale dhe shumë me biznesin, e lidhur me biznesin. Zakonisht unë si kam punuar që mi kanë kaluar tek karta ime dhe unë kam menaxhuar vetë. Domethënë kam pasur kartën time. Vetëm një rast nuk ka ndodhur që kam hyrë me atë të biznesit, me dhënat biznesit, por nuk ju a sugjeroj sepse do hasni pagesa rrugës. Jo pagesa, jo gjëra, jo çështje, pavarësisht se janë dhe raportet dhe gjërat, po kur janë 2 ose 3 persona tek akaunti aty nuk merret vesh se ç'a bëhet. Kështu që më mirë për ju që do punoni si freelancer dhe keni dëshirë që të bëni pjesën e Facebook ecave, është që të bëhet transfer të pagesës në rast të parë ose e një pjesë të pagesës, gjysma e pagesës në fillim dhe gjysma e pagesës në fund kur mbaron kampanja. Po nëse është një biznes i huaj që ne menaxhojmë, si komunikojmë? Me chat? Po, janë të gjitha, te Upwork dhe Fiverr është chat, janë të gjitha gjërat që komunikojnë. Dhe keni parasysh një gjë që gjithmonë komunikimin me këta të huaj ta mbani nëpërmjet këtyre platformave. Dhe nëse ju kujtohet që kaloni në WhatsApp ose në kanale të tjera, keni parasysh domethënë pjesën sepse mund të jetë një hile ose diçka, por pagesat gjithmonë mbani nëpërmjet këtyre platformave, edhe pse kanë ato pjesën e si bën këto pagesat e këtyre ecave, domethënë. Nëse ti për shembull merresh menaxhimin e kësaj faqes për të rrit views-a, për të shikje të gjitha,
sa shkojnë pagesat e tyre për shembull? Atëherë, se këtë patëm dhe si diskutim orën tjetër. Në Shqipëri, fatmirësisht akoma kemi mundësinë që mund të bëjmë reklama me buxhete 5, 10 dollar, 20 dollar. Bizneset në Shqipëri, mesatarisht, me një pjesë që jam marrë unë, kanë arritur që bëjnë buxhetin ditor 10, 15, 20. Disa lloje biznesesh. Bizneset e vogla zakonisht kanë 5, gjithmonë marrin minimale, 5 euro dita. Ka pasur biznese që kanë dhe investojnë dhe bëjnë shumë reklama, që mbajnë dhe 100 euro dhe 200 euro dita, po kanë të hapura shumë adset, që janë domethënë kanë diku tek nuk e 10 campaign, e kupton, dhe ajo është shumë të shohë dhe llogaritet dhe është kon 100 dita. E kupton, varet nga numri i reklamave që ti bën. Ajo çfarë më sugjeroj në varësi biznesit është që një buxhet minimal të jetë 300 deri në 500 euro në muaj. Dhe më thonë, nëse ti tarifohesh për 300 deri në 500 euro në muaj, për shembull, ti bën reklamën. Ti më fal dhe një herë lutem? Që ti për shembull kushton 300 euro që ti bësh reklam, për shembull filan biznesi, X biznesi. Ti si person që punon për këtë lloj biznesi për të bërë reklamat, sa do të paguash për këtë punë për shembull? Varet, unë her pas here punoj me përqindje, që marr 20% të buxhetit që ti investon, pra ti ke investuar 500 euro, unë marr 20% të këtij buxheti dhe menaxhoj gjithë kampanin nga fillim, ose është me paketa. Varet si bijem dakord dhe cili është lloji i biznesit. Do të thonë mund ta diskutojmë pastaj, nëse je interesuar mund të më shkruash te numri im dhe të them se si funksionojmë më në detaje. Në rregull? Okej, në rregull, mirë. Atëherë, po thoja që pjesa e një buxhet minimum që unë do ju sugjeroja që ta keni në muaj, nëse keni vetëm pjesën e shitjeve dhe kështu, ka 300 deri në 500 euro. Pastaj, te kompanitë që kanë punuar unë, ka shkuar, domethënë janë shifra shumë të larta, të varojnë domethënë 5000 euro në muaj, ka raste edhe 10000 euro në muaj. Por nuk është se jam marrë, domethënë kam një kohë kompani por që kjo është, po, më thuaj. Kompani shqiptare këto? Po, kjo është shifra që thash është një biznes që kam qenë unë vetë, domethënë që e kam menaxhuar nga 9 muaj. Një kampanë një mujore që vendosëm të investojmë, që na rezultoi dhe muaj më i suksesshëm, ishte 5000 euro në muaj. Po, shiste, kishte rroba, ishte pjesa e fashion, ishte muaj më i mirë i vitit. Që vendosi që ti, por kjo, po, atëherë, ne kishim kohë që kishim nisur, domethënë kishim 6 muaj që testonim. Dhe kjo ishte muaji i fundit, ishte muaji 9, që unë kisha bërë pafund reklama, kishim harxuar shumë lekë që s'na ishin rikthyer, ama në fund të kampanies ne kuptuam që një postim, po them një rast konkret, kishim erdhi pjesa e xhupave. Ishte mos gaboj fillimi i shtatorit. Dhe ishin vetë ditët me shi. Ne kishim për të bërë fushatën e xhupave. Ne hodhëm, unë kisha hedhur postim, e kisha nisur fushatën në Facebook 3 ditë më përpara, domethënë e hodha sot tek Facebooku, mbas 3 ditë shpilluam fushatën në Instagram dhe brenda një dite u shit, u bë sold out. Dhe këtë ritëm mbajtëm deri në dhjetor. Domethënë ka të bëjë dhe koha se si ti e llogarit dhe menaxhon në Instagramin. Prandaj kur them unë ajo pjesa e strategjisë që zgjedh si do funksionosh. Unë e hodha në fillim, e kisha nisur fushatën në Facebook sepse një reklam që të optimizohet dhe të ecë në Facebook do minimumi 2-3 ditë. Unë kisha hedhur gjatë, kisha përgatitur Facebookun, pastaj hodha ishte postimi që filloi fushata tamam që me çmime, me detaje, me materiale se çfarë është. Filloi dhe Facebook dhe Instagram dhe ditën mbas që u bë postimi, një nga llojet e xhupave ishte për sold out. Sepse ishte e mirë menduar me strategji, kishim kohë që testonim dhe pjesa e dizajnit dhe pjesa e gjithë gjërave që na rezultojnë fal një suksesshëm. Domethënë unë po them që muajin më të mirë që ato patën ishte muaji 9 që u kisha goxha kohë që kisha testuar edhe Instagramin, edhe Facebookun, dhe pjesën e contentit, edhe pjesën e ecave. Domethënë ishte gjatë gjithë kohës është pjesë testime. Dhe vetëm duke u marrë gjatë gjithë kohës se kupton se kush ecën dhe kush jo. Kjo është domethënë në tërësi me këtë lloj biznesi që kam punuar unë. Por ka qelluar edhe me pjesën e menteve, ku kam qenë që ishte kompani amerikane por që funksiononte në Shqipëri, që ishin të shpërndarë me eca kudo, po kishte raste që nuk i ecnin sepse ndoshta ndonjëherë kanali që zgjedh nuk është i duhurit. Për shembull, kishim pjesën e çajit, ne çaj gjithmonë për ndoshta edhe për ata që janë marrë deri diku, pjesa e streaming është gjithmonë problem sepse nuk ta merr reklama, as Google eci, as Facebook eci, sepse është, domethënë edhe te fotoja do keni kujdes, sepse nuk ta pranon, po edhe tek shkrimi kur bëni ato keywords, duhet ta bëni me një gabim.
ose shtoni diçka më shumë. Keni parasysh domethënë siç i themi gojarisht, ashtu është mirë ndonjëherë që ti përdorni dhe aty, ose mos ta bëni çaj, po të gjeni një formë tjetër si ta bëni. Nuk ti merr sepse është pjesa janë këto s'po vjen fjala dur që ti stopon reklamat, sepse thuhet që prej këto, si tip plagjature, si tip që ti përdor pjesën e trupit edhe për ato që kanë skin care që për fytyrën, kur e nxjerr me shumë putra ose shumë kështu thotë që po vjen është kjo pjesa e s'po vjen fjala politikave të Instagramit që nuk i lejon. Do të thënë fotot që janë shumë me plasaritje ose shumë të dëmtuara nuk t'i lejon që ti bësh ads. Ose shëringa, do të thënë në biznes politika bulizuese. Po, do të thënë janë politika që edhe Instagrami direkt të stopon, ama një reklam të stopohet, prishet mbarvajtja gjithë reklamave të tjera. Prandaj domethënë kur zgjidhni foton për ata që janë te pjesa e skincare-it ose për ata që shesin çajra, unë mund të them për një muaj që isha aty me zonë është aprovuar vetëm një reklam që e bënte ajo vajza që ishte vetëm me pjesën e Google-ecave dhe pjesën e Facebook-ecave me zorë na u aprovua një reklam dhe e bëm në atë sikur ishte çaj, do të thënë sikur po zihenim, sikur kështu dhe nuk nxorrem asnjë moment para dhe pas që ti do psohesh. Sepse nuk lejohet ti bllokon direkt Instagrami. Po, keni kujdes po edhe me gjëra me raste të tilla nëse ka ardhur dikush nga konkurrentët ose ku diun domethënë që është e njëjta foto që përdoret dhe ti e rihet sërish, ajo ta bllokon. Sepse quhet copyright. Ka faqja jote po. Po. Se Facebooku është okay. Po jo, nëse ti faqen e ke hapur, ke gjitha domethënë okay, është okay. Domethënë që ke rënë dakord edhe kështu nuk të ha problem. Se ato produkte që ishin në Amerikë, po ne i bënim këtu në Shqipëri, po nuk është se kemi probleme me atë. Thjesht ishte problemi që kur tregoje një femër të shëndosh dhe një të dobët, ose kur tregon këtë pjesën e fytyrës që e ke shumë të kasaritur ose me putra dhe tregon të pastër. Që zakonisht bizneset kanë tendencë që të vendosin një që është shumë keq dhe pastaj të mirë, po aty do të kesh kujdes që mos ta kesh shumë afër ose të ketë një foto që është një vajzë nga larg, që mos ta bllokoj. Sepse po të bllokua një, do bien gjithë reklamat e tjera. Edhe kur ka probleme algoritmi Facebooku, siç kishte më duket para 2 javësh, direkt stopojnë reklamat sepse ju ikin vetëm lekët kot. Do të thënë kur do të jeni të vëmendshëm kur bëni reklama dhe si në Instagram, si në Facebook, sepse ka momente që stopohen, ka momente që ju marrin shumë lekë. Mund ka ndodhur disa herë që Facebooku më ka marrë lekë pa e kuptuar. Do të thënë do të jeni shumë vigjilent pa bërë asgjë, më ka marrë vetë Facebooku. Do të thënë do të jeni shumë vigjilent, kontrolloni kartën, kontrolloni sa keni vënë atë buxhetin ditor se do të thënë janë gjëra të ndryshme që herë i kuptojmë, herë si kuptojmë që ndodhin që me pjesën e lekëve që mund të largohen. Unë akoma jam debitore e Facebookut by the way. Nuk e kam paguar sepse s'kam harxuar. Edhe kam hapur do të thënë është ky djali tjetër që merret me këtë pjesë që e kam kaluar komplet atij, ndërsa Facebookun tim nuk është se e përdor. Sepse më mori diku tek 60 euro pa bërë asgjë. Janë gjëra domethënë që varet, mund të ketë marrë për diçka tjetër ose mund të ketë bërë një gabim tjetër se nuk i kam bërë. Po që do të jemi gjatë kohës vigjilent. Edhe ti shkaktojmë ato raportet në fund kur mbarojmë reklamat. Okej, për pjesën e çmimit, thash që është mirë që të investoni, por duke parë strategji në momentin se ku është biznesi. Shumica thashë bizneseve të vogla mbajnë akoma 5 euro dita, 10 euro dita, por ju mund ta nisni një kampanje që edhe unë kam testuar dhe kam provuar, nisni me 5 euro dita, dollar, më falni, se funksionon me dollar. Në vende të ndryshme funksionon dhe me euro. E zgjidhni $5 dhe nëse shikon që kjo reklama po ecën dhe ka atë cost per result shumë të ulët, që do të shpjegoj pak pastaj, nëse na del ajo pjesa, ka cost per result shumë të ulët, ti rritja bëja 10 ose 15 sepse të rikthehet më shpejt. Ama nëse shikon ti që me $5 ajo cost per result, do të thënë për një shikim, po të merr ku diun $2, mbyllet direkt sepse është humbje për ty. Po këtë do të shpjegoj pak më pas, do dalë ajo tabela dhe do ja them. Po e lë siç është pjesa e buxhetit. Tu kemi domethënë që ta zgjedhim lifetime budget apo daily budget, zakonisht mbajmë gjithmonë të parë. Okej, këtu nuk është se do shtypim ose do prekim diçka. Thjesht do kalojmë këtu në fund fare, do klikojmë next. Nuk e di nëse doli aty, por është ky butoni se nuk e mund ta lëviz këtë. Okej. Klikojmë, më falni, next. Okej. Atëherë këtu jemi tek ajo pika e dytë, që thashun ke kategoria e dytë që është pjesa e ads.
ne zgjodhëm Education Digital Marketing Course. Tani, Digital Marketing Course në vetvete përfshin shumë gjëra, që mund të jesh përfshihet pjesa e website-it, përfshihet pjesa e SEO, përfshihet pjesa e Google, do të thënë digital marketing përfshin gjitha këto llojet e kurseve që mund të ketë Education. Dhe ne këtu mund zgjedhim që të bëjmë fushat për pjesën e web design, ose mund zgjedhim të bëjmë fushat për të hequr njerëz për social media manager, ose do të thënë dua që thjesht ta kuptoni si koncept. Ku fillim kemi Education Digital Marketing Course, e dyta është pjesa që ku ne duam ta fokusojmë se ta kemi targetin për këtë kurs të caktuar. Mund të marrim këtu për pjesën e social media manager, me që e kemi dhe kursin që po bëjmë. Okay. Më thoni që se flas shpejt, edhe nëse s'keni kuptuar diçka, mund të ndërprisni. Atëherë, social media manager course. Që mund ta bëjmë që mund të jetë një nga pikat që mund të ketë ky kursi, ose ne duam të tërheqim njerëz që merren me social media. Course. Po, më thuaj. Këtu e bën tek business suite. Ti e ke hapur me profilin tënd personal, është e lidhur me Facebookun tënd personal. Dhe siç ke ti faqet created page një pas një, që mund të kesh faqen tënde, po mund të menaxhosh edhe të tjera, të dalin automatikisht dhe këtu. Që i ke ti të tuat që i ke pranuar dhe aprovuar, ndërsa me faqe të tjera nga jashtë ti i bën like, bësh editor këtu, dhe pastaj biznesi do t'jap sërish një aprovim tjetër, nëse merr faqe të tjera. Gjithsesi më shkruani kur keni kështu problematika se hapa hapi do e kuptoni më mirë, se kështu me llafë unë e di, sado që po përpiqem t'ja bëj të qartë dhe t'ja them nga 2-3 herë, në praktikë ndryshon shumë. Nëse doni të bëni një ndryshim, mjafton të shkoni direkt këtu dhe ndryshoni një nga qëllimet që kishit. Është shumë e thjeshtë, domethënë pjesa e përdorimit të ja, dolëm te faqja e parë, mund të zgjedhim pjesën e trafikut, mund të editojmë buxhetin, mund t'i bëjmë gjitha. Shkojmë këtu ku ishit, këtu do zgjedhim disa specifika tjera, edhe këtu mund t'i editojmë, mund t'i rikthehemi sa herë të duam. Atëherë, këto zakonisht i lëm siç i marrim, ose nëse kemi në një specifik e ndryshojmë ose e editojmë, nëse do bëjmë postim ose video, varet domethënë ku duam që ta kemi atë, ose çfarë postimi do bëjmë. Nëse do hedhim video, zgjedhim video views. Domethënë që tek video të marrim komente, like. Nëse kemi postim, duam postim që të jetë save, share dhe like. Unë po lë kështu siç ka vetë Facebooku. Nëse më përpara kishim buxhetin total, këtu zgjedhim pjesën e buxhetit dhe kohës që ne duam të bëjmë dhe sa të zgjasi i gjithë fushata. Është ajo pjesa që thash për pjesën e kohës. Nëse sot jemi me datë 17 mars dhe duam që ta bëjmë për 5 ditë, shkojmë pra këtu dhe zgjedhim që duam të zgjas deri me datën 22 mars. Okej? Dhe bëjmë për një javë para shumë. Nëse duam, unë thash, nuk ka problem asnjëra nga gjërat, ose vendosni që doni ta stoponi, ose mund të zgjidhni dhe lini të hapur. Kjo varet komplet, është në dorën tuaj si e keni ju më mirë. Këtu tani jemi pak tek ato gjërat që kemi thënë, fillojmë tek targetimi. Te lokacioni, nëse shikoni këtu thot Albania. Albania është shumë e përgjithshme. Asnjëherë nuk do targetoni gjithë Shqipërinë. Sepse ju mund të jeni në Tiranë dhe ndoshta s'keni transport fare për Shkodër ose po diun një vend caktuar, dhe këtu tek location vendosim vendin, qytetin, se ku ne duam që ta bëjmë këtë fushat. Dhe nëse shikoni këtu keni disa emra, adresa, rrugësh që mund të selektoni. Dhe mund të shkruani dhe adresën e biznesit tuaj dhe të targetoni zonën ku keni biznesin tuaj, gjithmonë nëse ju del dhe keni të rregulluar me Google Maps-in. Zakonisht për bizneset që janë të mëdha dhe operojnë në disa qytete të mëdha, mund vendosni vetëm Tiranë, shtoni Shkodrën, shtoni Vlorën, edhe po aty ku jemi. Po nëse është biznes shqiptar dhe duam ta bëjmë me jashtë, mundemi apo nuk ja vlen? Si është biznes që operon në Shqipëri? Dhe edhe duam zgjedhim location dhe për jashtë, apo nuk mundet? Ja, nuk shova Tiranën këtu, mund shtosh dhe lokacione të tjera, por mirë është që të jenë të ndara kur bën reklamën. Domethënë, është mirë që të kesh një reklam për Shqipërinë dhe të hapësh një tjetër që ta kesh me të huaj, jo një domethënë dy të ndryshme, sepse nuk e targeton dot audiencën. Jo të njëjtën reklam, po. Po, nis një tjetër nga fillimi që është vetëm për të huaj. Unë këtu mund të shtoj pjesën e Durrësit ose një lokacion tjetër.
Për shembull, Tirana Country zgjedh edhe këtu thot rruga Durrësit në Tiranë, jo, unë dua Durrës Country. Ishte dhe ajo e para, dhe këtu nëse shikoni del edhe kjo pjesa se sa ajo që më përmendim duket një nga zonjat herën e kaluar, se tha sa afër dhe si mund ta zgjedh. Këtu keni dhe zgjidhni atë rrethin ose pjesën e radarit se sa milje dëshironi që të jetë rreth zonës tuaj ose më larg zonës tuaj. Dhe këtu anash, nëse shikoni, është numri i audiencës që lëviz. Dhe do shikoni që deri në fund kur bëjmë gjithë targetimet, moshën dhe këtu ky numri do ulet. Dhe sa më shumë të ulet do thotë që ne kemi më të targetuar audiencën. Okej. Të lë Durrësin, të lë Tiranën, po shkoj edhe Durrësin edhe një herë, se hoqja pa dashje. Okej. Po them edhe biznesi im funksionon dhe në Shkodër, shkoj dhe Shkodrën. Okej. Domethënë mund të zgjedhim edhe vende të caktuara, si shikoni ju jepen aty ato pjesa se si ku mundoni ose pjesa e vendit tamam se ku jeni. Kjo është nëse ju operoni ose biznesi juaj operon në disa qytete. Dhe nëse ju doni ta bëni këtë reklamën të jetë për disa qytete. Nëse pastaj doni që ta fokusoni vetëm në Tiranë, zgjidhni që ta bëni vetëm në Tiranë. Do të thonë është gjithmonë që e vendosni ju dhe e zgjidhni ju se sa doni të targetoni dhe sa njerëz doni të merrni. Gjithmonë shikoni dhe numrin këtu sa ju orienton se po ulni audiencën ose nëse po rrisni audiencën. Atëherë, këtu janë detaje të tjera. Okej. Këtu janë detaje të tjera që këtu mund bëhen ose janë opsionale, po bëhen edhe me AI, po bëhen edhe vetë ju që klikoni dhe shikoni vendosni moshën, këto detaje që ne kemi përmendur te ajo buyer persona. Ndonjëherë mund t'i lini dhe i lini kështu siç janë edhe e bëni, po s'është mënyra e dur. Kjo është pak a shumë siç mund bëhet në Instagram. Ndërsa këtu është mirë që të krijoni një audiencë tuaj. Tek mosha, më duket se kam përmendur herën e kaluar, kam thënë që ai që ka fuqi potenciale për të blerë është nga 22 deri në 54. Po pastaj nëse janë produkte, ku diun, veshje për gra, nuk do zgjidhni moshën e re, po do zgjidhni diku nga 30, 35 ndoshta, edhe deri 60 ose varet se si çfarë grup moshe doni ju targetoni, se varet dhe nga zona se ku jeni. Unë zakonisht gjithmonë zgjedh 20, 22, po 22 zgjedh më shumë, sepse tash ajo është mosha që ka fuqi vlerëse, deri në 54. Dhe mos e lini deri në 65 plus, se kam vënë një tendencë që e lën gjithmonë që ta shohin. Jo sepse është harxhim lekësh huaj. Ai mund ta shohë mami im një bluzë për mua, po mami ndoshta nuk e shikon, ose mund ta shohë babi, ose mund ta shohë gjyshja, po nuk ka interes dhe ai klikimi i atij personi është minus te lekët. Këtë kemi gjithmonë parasysh. 54. Zgjedhim pjesën e gjinisë, nëse është biznes që ka vetëm rroba për femra, zgjedhim femra, por tash në Shqipëri funksionon ndryshe që femrat zakonisht blejnë nga Facebooku i burrave, kështu që mund ta lëmë dhe të dyja, nëse është pjesën e rrobave. Nëse mund të jetë për një biznes tjetër dhe ka vetëm produkte për burra, zgjedhim për burra. Kjo do të thonë është ideja që varet. Ne këtu e kishim më shumë për pjesën e kurseve, kështu që për kurset po e lëm të gjitha. Nga mosha 22 deri në 54. Tani, te pjesa e demografisë dhe interesave. Është ajo që më pyeti zonja në fillim që pse na duhet kjo buyer persona ose çfarë kuptojmë nga buyer persona. Kjo është ideja që sa më shumë të targetojmë ose interesat vendosim ne, aq më shumë reklame shfaqet për personave të duhur dhe jo kot. Do të thënë, nëse unë këtu kam një kategori, nuk e di, një sekond dhe një herë. Suggestions. Tu janë për shembull mora klikova vetëm suggestion, nuk kërkova diçka të specifikuar, anash kemi sizing, demografia, work, job titles, mental health, counselor. Domethënë anash së cilës ju keni numrin e personave që mund të targetoni për secilën nga këto sugjerime ose demografi dhe interesat që këto persona kanë. Nëse unë tani të shkruaj business owners. Okej. Dhe kaloj nga njëra tek tjetra, ju shikoni se sa persona, për shembull tek e para thotë që janë 2000, besoj se po më ndiqni që thotë size 2752 deri në 3237. Thotë janë employers, business owners. Ne mund të zgjedhim për shembull që po na interesojnë pjesa e business owners dhe të zgjedhim këtë që është me numër më të madh. Tani, përveç business owners, çfarë na intereson neve tjetër që mund të kenë lidhje me këtë fushën?
mund të jenë studentët, shkruajmë students, dhe shohim që na del. Ok, thot medical students, Dean, York, no. Shohim derisa gjejmë një si thua opsion që na përshtatet më shumti për pjesën e kurseve po marr këtë rast. Ok, thot higher education. Kjo na përshtatet. Se ta bësh reklamën shumë të mirë, këto duhen plotësuar. Dhe lidhet mbasi ke bërë atë buyer persona. Nuk e di diçka tjetër, domethënë se kjo bëhet në studim. Edhe nuk është se kam tamam një studim për qendrën e kurseve, por për shembull, nëse do ishte qendër kursesh për të rinj, do zgjidhja prindrit. Sepse prindrit gjejnë për fëmijët kurse. Domethënë që mund ta shkruani te pjesa demografi parents, dhe zgjidhim që ti dilte kjo reklam të shfaqet prindërve. Më kuptoni? Parents zgjedhim all si demografi, që mund ta kemi edhe këtu sepse mund të jetë që prindrit të blejnë për fëmijët, për jo vetëm të vegjël, por mund të jetë edhe për të mëdhenj. Për shembull, për pjesën e kurseve, kush mund të ketë interes? Persona që kanë mbaruar shkollën ose që kanë një punë aktuale. E shkruajmë, domethënë ka forma të ndryshme, e shkruajmë dhe zgjedhim atë opsionin që neve na përshtatet. Kjo është pak a shumë domethënë se si funksionon te pjesa e këtyre targetimit, dhe sa më shumë detajet vendosim, aq më mirë është. Nuk dua që të hyj më shumë detaje, sepse kjo thash varet nga lloji i biznesit dhe nga lloji i shërbimit, produktit që ofron, por ju mund bëni një gjë tjetër që mund krijoni, mbasi mbaroni këtë, mund krijoni custom audience që e keni aty, dhe kur bëni reklamën herën tjetër, zgjidhni direkt këtë custom audience. Më kuptova? Nuk e di pjesa online nëse po ndjek, se pjesën e këtyre përballë e marr feedbackun me shikim, ndërsa ju online nuk e din që po ndjek. Okej. Domethënë, ideja është që ju krijoni një audiencë me gjitha këto detajet e gjërat, e ruani, e bëni save si audiencë, dhe herën tjetër kur bëni një postim dhe i përshtatet këtyre kategorive, nëse do bëni një kurs të ri për social media, keni shtuar diçka të re, ju nuk keni pse ta bëni gjithë këtë studimin nga fillimi, po zgjidhni atë audiencën që keni gjatë, keni plotësuar me gjithë interesat, pjesën demografike dhe me çdo lloj gjëje që përfshihet. Për të kaluar tek pjesa tjetër, nëse shikoni deri tani me 3 të dhënat që kam dhënë unë, shikoni sa i madh është numri, domethënë nuk jemi aty ku duhet. Duhet të shtojmë më shumë interesa dhe detaje rreth personit ose atyre që ne i targetojmë reklamën, që numri të bëhet më i vogël dhe të çohet veç atyre personave që kanë realisht interes. Për të kaluar te pjesa e placement, kjo është pjesa që e rekomandon vetë Facebooku, ndërsa tek e dyta është që zgjedhim në kanalet se ku duam ta bëjmë reklamën. Ju premtoj që për 10 minuta do mbarojmë, për ata që kam përpikur edhe shkoj ora 12, po besoj se për 10 minuta do e mbarojmë, edhe nuk ju marr më shumë kohë. Atëherë, unë zakonisht kam pas zgjedhur Facebookun, Instagramin. Këta audiencë network nuk para e zgjedh, herë po herë jo, po më së shumti jo. Për ata që duan ta bëjnë vetëm në Instagram, e heqin Facebookun dhe e bëjnë që kjo reklama të shfaqet vetëm në Instagram, domethënë besoj se e kuptuat, thjesht është çështje zgjedhjesh. Dhe kudo ta bësh ti reklamë, dhe le vetëm Instagramin. Dhe këtu te Instagrami po prapë ke mundësinë që do të dali tek feedi dhe anash që shfaqet se si do duket në reklama juaj në feed, do të dali në story apo në reels. Kjo është pjesa e in-stream videos që është tek pjesa më shumë ti e explore. Do dali edhe kjo futet te pjesa explore, që del ke këto pjesa kur je duke bër, kur shkon te faqja që bën search, dalin disa reklama, është feed explore. Apo do që të vijë mesazhe, siç ju tregohet po prapë në anën e djathtë këtu. Apo do që të shfaqet në aplikacione dhe sajte të ndryshme, që kjo është me linqe të tjera, që shton linqe të tjera, por nuk ju ja sugjeroj. Dhe sugjeroj që të mbani vetëm pjesën e search results, siç e ka zgjedhur vetë në këtë rast Facebooku. Mbasi kemi bërë këto, thash gjithmonë kyçi i pikës së dytë i ad setit është gjithmonë tek pjesa e targetimit. Pjesa se këtë do përfshini ju, se çfarë ku i bëjmë save këtyre që kemi ndryshuar? Këto kur bën next automatikisht bëhen save. Kur bën next, unë tani do klikoj next dhe janë automatikisht të ruajtura, nuk më hiqen. Domethënë, unë vetëm në qoftë se dua të heq diçka, heq te X-i dhe jap next, ajo i është hequr. Nëse dua ta mbaj kështu siç janë, mjafton të jap next dhe janë të ruajtura. Klikoj next këtu dhe kjo është pjesa e fundit,
që është pjesa e ku do e postojmë ne, më thënë është postimi vet, është captioni dhe rrjeti social që ne do përzgjedhim. Po, Instagram për shembull, dhe që ne zgjodhëm vetëm Instagram. Cila është më e mira me zgjedhë nga ato më sipër? Cila është më e mira si opsion për ta zgjedhur për reklamën nga ato që nxorën më sipër? Facebook tek pjesa ku ishim tek Instagrami apo e ke për, domethënë e ke për rrjetet sociale apo vendet e rrjeteve sociale? Instagrami po vendet të searchit, të storyt, të Po, tek ato të treja që lash, që i kishte zgjedhur automatikisht vetë feed, në story dhe në reel dhe te pjesa explore. të treja. Këto të treja. Ose nëse nuk do që të shkoj tek explore, mund të bash pjesën e feedit, story dhe reels. Po, story dhe reels njëherë janë të parat. Sa më shumë zgjedhje, aq më shumë harxhon fushata? Si ishte? Sa më shumë zgjedhje, më shumë harxhon fushata lek apo jo? Domethënë, sa më shumë zgjedhje është ideja që ti e nxjerr në platforma ndryshme dhe shikueshmëria mund të jetë më e madhe dhe klikimet mund të jetë më të mëdha. Domethënë, kjo nuk është se ka të bëjë dhe aq shumë, domethënë varet sa njerëz do klikojnë atë reklamën tënde. Po nëse je më shumë në më shumë vende, më shumë do harxhoj. Nëse je vetëm në 2 vende, domethënë njerëzit do jenë më pak dhe më pak do harxhosh. Kështu që varet se si sa më shumë vende të jesh, do kesh më shumë klikime, do thotë që do të marrë më shumë buxhet. Okej. Okej, kalojmë japim edhe një herë next, u kthy, nuk është se bën ndonjë ndryshim. Ishim tek reklama, unë shkruaj ta bëj së më të mëdha. Edhe një herë përmenda, pjesa këtu është thjesht për të orientuar ne për reklamë, por nuk është se i del dikujt tjetër. Atëherë këtu zgjedhim accountet se ku duam që ne të jetë reklama. E duam te portali karrierës apo e duam te Animatrix Vision. Ne zgjedhim Animatrixin. E njëjta gjë edhe për Instagramin, gjithmonë i kontrollojmë, i checkojmë, po zakonisht janë okay sepse i merr nga faqja që janë lidhur. Dhe këtu jemi tek pjesa e marrjes së kontentit. Ne në fillim nëse mbani mend zgjodhëm që do ishte një video. Ideja që do bëjmë është do shkojmë tek downloads te kompjuteri juaj dhe aty ku keni video e merrni ose e bëni këtu me klikim upload edhe e uploadoni. Do thënë ose i keni të ruajtur gjatë aty, ose ja kjo thot WhatsApp video, por nuk dua ta prek se nuk e di se për çfarë është. Dhe e merrni direkt. Ose ja për shembull affiliate marketing thot këtu, mund ta klikoj 2 herë, dhe mbasi e klikoj 2 herë, ajo shfaqet këtu. Më kuptoni? Ose i keni të ruajtura këtu se pasi keni bërë disa dhe ju shfaqen tek kjo hapësira boshi që është këtu për momentin, ose mjafton të klikoni ato që ke punuar dhe ke uploaduar të rinë këtu zakonisht. Ndërsa kur do që ta uploadosh diçka tjetër, shkon tek upload, e merr tek downloads, edhe i jep, domethënë funksionon në një të ato që ke menduar që ke bërë nga Canva, e ke shkarkuar, ti do që ta unë nuk di se çfarë të marr këtu sa për ilustrim, po marr këtë, shpresoj të mos jetë diçka që s'ka lidhje fare me gjën tjetër, diçka personale. I japim open. Ajo na shfaqet këtu. Ja, po uploadohet. Mjafton, 86-94, e klikojmë, japim next, dhe ajo na shfaqet processing thot. Okej, kam përshtypjen që kjo video është shumë e gjatë, kështu që do ta zgjedhim ose ta presim pak fare ndoshta. Ne zakonisht supozohet që këto gjërat i kemi bërë paraprakisht gati, dhe këtu jemi thjesht për ta hedhur. Gjithmonë do të jemi shumë të qartë në atë që do bëjmë dhe kur vjen pjesa këtu vetëm për ta hedhur. Okej, nuk e di nëse e mori, shpresoj që ta marr. Next. Okej. Këto janë domethënë pjesa e nëse mund të bëjmë një editim, nëse mund ta presim, nëse nuk është në formatin e duhur. Dhe mund ta editojmë ose mund ta bëjmë replace, për shembull nëse në story dhe reels është okay, dhe këtu nuk është se del okay, por reels zakonisht në feed merr formatin dhe është okay, nuk është se ka problem se do i shfaqet pastaj njerëzve, dhe nëse është në formatin e reelsit, do dalë te reelsi dhe nuk ka problem te pjesa e feedit. Japim next. Okej. Këtu të del prapë edhe një check për pjesën e formatit, optimizimeve, gjërave dhe ju shfaqet për shembull jashtë si do dali, si do duket. Japim done, mbasi kemi kaluar gjithë këto faza, domethënë që janë thjesht checkim për formatet, nuk është se ka diçka shumë të ndërlikuar kjo. Japim next. Këtu është pjesa e primary text, është ajo që ju do vendosni për të tërhequr vëmendjen e personave që
ju ndjekin. Nëse doni të shtoni prap, mund të shtoni prap, e keni këtu domethënë këtë pjesën e text option, dhe mund vendosni diçka tjetër. Domethënë, te pjesa e shkrimit dhe kështu nuk është se ka ndonjë limit, mund të shtoni tekste ose përmbajtje sa të doni. Po shtimi i tekstit ku del? Po videos në video? Atëherë, nëse do shkruaja këtu, del siç është fiks, domethënë siç funksionon Instagrami dhe SMM, ja se po bëj një provë që ta shikoni se ju shfaqet direkt këtu. SMM. Korsa. Atëherë, se shkruaj ta gabim me një r, okay. Ja tani ta shohim se ku del. E shikoni del fiks te captioni i siç është një postim normal domethënë. Okay. Pak që ta shikoni, okay. Domethënë çfarë ne vendosim aty, e shikoni dhe se si do duket këtu. Ja, këtu më fort, doli këtu poshtë. Kjo është domethënë ideja, nëse duam që të shtojmë prapë diçka tjetër, mund të Po për shembull një link apo nuk mund të vendosësh? Më poshtë, ja ku e keni këtu. Që nëse do që ti orientosh tek një link për të regjistruar te kursi, ose nëse do të vendosësh website-in, e bën CTRL-C, CTRL-V dhe e kalon direkt këtu. Ja mua më bë ajo që kisha bërë më përpara. Është e thjeshtë domethënë, nuk është se ka diçka, mjafton ta bëni këtu. Dhe këtu është ajo mënyra se si do duket në anën e djathtë, besoj se po e shikoni, del mënyra se si do duket në feed. Këtu është pjesa e feedit, siç po e shikoni, ndërsa këtu poshtë të tregon se si do duket në story. Që ti checkon nëse e ke okay apo nuk e ke okay. Ja, e para ishte story, e dyta reel. Në këtë moment i japim pastaj publish, se nuk po ngrej dot këtë, ky butoni i jeshil këtu është publish dhe e kemi reklamën okay. Për tu aprovuar do zakonisht aprovohet brenda ditës, për shembull nëse bëjmë tani nga mbasditja, shumicën e rasteve aprovohet, po mund të marrë edhe më shumë kohë varet nga lloji i biznesit, fotoja, gjëra. Ja ku e keni? Dhe si e kuptojmë që është aprovuar? Fillon bëhet jeshile edhe të marrë lek. Domethënë kjo është pjesa publish dhe reklama mbarohet. Nëse do të shkojmë pak për t'ju treguar pjesën e diçka të fundit dhe mbarua. Një sekond. Unë po e lë në draft këtë. Siç është dhe nuk po prek diçka tjetër dhe vetëm po e hiq te X-i dhe automatikisht më ruan të gjitha. Ja, publish draft items, okay? Okay. Kjo më qëndron kështu dhe nuk ka asnjë problemi. Tani duhet të tregoj pak nëse ishin po ja, i pas kemi edhe këto të tjerat këtu. Se si të kontrolloni do thoni ju sa lekë kemi harxuar apo nëse është aktive. Atëherë kjo është e mbyllur, po këtu anash, siç e shikoni keni results, reach, impression, cost per result. Ajo çfarë intereson dhe ju duhet gjithmonë të kontrolloni është cost per result. Cost per result është se sa, domethënë lek harxojmë për një klikim. Dhe ajo që më e mira është të jetë poshtë 0.4, se edhe 0.4 është shumë pak, po do të jetë 0.3, 0.2, 0.01, 0.0. Keni parasysh? Që po që 0.4, 0.5 do thotë që reklama nuk po ecën shumë mirë dhe që këtu ju mund filloni ta mbyllni. Po që 0.7 që ditën e parë, lejeni sepse thash dita e parë, dita e dytë janë akoma në fazë sa ta optimizojnë. Po nëse bëjmë diçka gabim, si mund t'i kthejmë mbrapsht për ta rregulluar? Po, ja sa ta mbaroj këtë. Në qoftë se, domethënë, thash në fillim reklamën do lëm 3 ditë që të shohim sa për ta optimizuar. Gjithmonë edhe po që 0.7, 0.8, 0.9, 0.9 është shumë fakt, po në luan e të shqipra e lëm. Po mbas ditës së tretë dhe vazhdojnë të jenë të njëjtat shifrat e cost per result, direkt mbylleni sepse ka tendencë që nuk është koha e duhur. Ndoshta kjo reklamë mund të ecë një moment tjetër, por për atë moment nuk është. Dhe ju mund ta testoni ta rihapni, po, e kurse lekët. Dhe ju këtë reklamë që ka qenë në atë kohë, e kam provuar dhe më ka ndodhur që një fazë nuk ka ecur, ka qenë shumë e lartë, e kam hapur një moment tjetër, e kam pas gati, thjesht e kam shtypur butonin këtu fillim. Ja, shikoj, e hap dhe e mbyll. Dhe në momentin që e kam hapur këtu, kam marr vet. Ka ruajtur ato të para dhe kam mbajtur ato vet. Po nëse e kemi postuar si reklam, si mund të kontrollojmë gjithë të reklamat e gjithë këtyre faqeve? Ku futemi? Ja, e para është që marrim një overview të përgjithshëm, është kjo results, reach, impression, që na dalin këtu në fillim fare. Më kupton? Pastaj janë të gjitha domethënë rresh, dhe ti mund ta hapësh gjithë secilën, nëse do kalosh pastaj tek Excel.
të jep për adset. Domethënë i ke të gjitha, e shikon, të dalin për secilën nga ato që klikon. Të gjitha postimet e tua apo të gjitha postimet për një faqe? Si? Dalin të gjitha për postimet e tua apo për një faqe? Atëherë, ne këtu po flasim vetëm për një faqe, janë fushatat e një faqeje. Atëherë, ne këtu jemi për Animatrix, ishte ajo faqja mos gaboj, jemi vetëm për Animatrixin dhe shohim vetëm kampaninë që kemi bërë për Animatrixin. Pastaj, nëse do kemi të tjera, do bëjmë këtu tek butoni, do shkojmë tek portali karrierës ose tek një emër tjetër, më kuptua? Ne këtu kemi bërë për Education, tek e para kur jemi tek campaigns, tek kjo këtu, campaigns, ne shohim fushatat e përgjithshme si po ecën në tërësi fushata. Kur shkojmë ke adset, shohim, kemi bërë për social media manager, shohim vetëm për social media manager si ka ecur. Dhe kur shkojmë tek ads, shohim më specifikisht se kush campaign po na ecën mirë apo na ecën keq. Ne në fillim gjithmonë shohim campaignin në përgjithësi si po na ecën dhe shohim sa lek po harxojmë. Dhe për të bërë ato ndryshimet që thashëm te cost per result, është mirë që të shkojmë tek kjo e fundit që vetë reklama. Po ecën Reelsi, po ecën ky postimi për stresin apo po ecën, e kupton? Këto janë postimet që janë kontrollojmë për Instagramin, Reelsat edhe për detajet dhe për cost result. Aty në fillim ne marrim një përshtypje të përgjithshme se si është reklama dhe sa lek na harxohen. Pastaj për raporte për çdo gjëra të tjera i keni këtu te reports që ose krijoni ju vetë me gjithë ato rezultat ose e përzidhni vetë çfarë doni të dalit te raporti ose mund ta merrni një raport të përgjithshëm dhe shkarkoni këtu tek expert. Dhe gjithë kjo çfarë ashtu ju shfaqet ose zgjidhni tek report, krijoni një report personal me ato metrika që ju dëshironi që të keni. Kaq, ju mora edhe 5 minuta më tepër, se thash do marrim 12:10, por që shpresoj që ti kem shpjeguar domethënë gjithë ato pikat. Faleminderit. Pasur përshtypje po thash, nëse ka diçka që ka mbetur ose edhe mua më ka shfutuar, mund të më shkruani ose diskutojmë dhe orat 2 orët e tjera. Edhe një herë kemi me mua, pastaj janë 2 orët e tjera që do jenë me Berlinin, që është pjesa Shopify dhe po vetëm një sekond, sa të marrim kështu edhe pastaj. Nëse s'ka ndonjë pyetje tjetër? Jo, faleminderit. E mbyllim. Okej. Për çdo gjë thash jam shumë e hapur, mund të më shkruani. Numrin besoj se e keni parë, që e kam çuar te grupi, çova dhe linkun sot. Edhe rrjetet sociale mund ku doni domethënë, pa problem. Kaq kisha. Herën tjetër është mbyllja e kursit me mua, gjithmonë me mua. Do bëjmë pjesën e Mid Journey, do bëjmë pjesën atyre faqeve në Instagram dhe kemi lënë 2 pika për të ilustruar disa shembuj pjesën e videos dhe atyre të TikTokut, si të gjeni trendet në TikTok, edhe pjesën si të merrni audio nga Instagrami, që janë orën e fundit. Shumë faleminderit. Po e mbyll domethënë këtë pjesën e regjistrimit, do ja dërgojnë çunat në ditët në vazhdim.